Të gjithë menduan më të keqen, por e vërteta për Alaudin Hamiti do t'ju befasoj. Një paraqitje krejt ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim ka trazuar rrjetin. Moderatori i njohur, Alaudin Hamiti, është shfaqur papritur tullac, duke bërë që ndjekësit të aludojnë për gjithçka, madje edhe për ndonjë problem shëndetësor. Por jo. E vërteta rezultoi krejt ndryshe dhe shumë më interesante. Nga prime në klinik vendimi që surprizoi të gjithë. Pas një sezoni të gjatë dhe super intensiv si moderator i Big Brother VIP Kosova, duket se Alaudin Hamiti ka vendosur të kujdeset për veten. I njohur gjithmonë për paraqitjen perfekte në ekran, këtë herë ai habiti të gjithë duke ndarë pamje nga klinika, ku shfaqet krejtësisht pa flok, gati për një ndryshim të madh. Rezulton se moderatori është nënshtruar një procedure për mbjelljen e flokëve, një hap që shumë pak e prisnin prej tij. Rrëfimi që i bëri të gjithë të qeshin. Por ajo që e bëri këtë moment edhe më viral ishte sinqeriteti i tij. Me humor dhe pa komplekse, Alaudin Hamiti tregoi arsyen e këtij vendimi, duke kthyer një situatë që mund të dukej serioze në një moment plot pozitivitet. Fansat shpërthyen në komente, duke e mbështetur dhe duke vlerësuar guximin e tij për ta ndarë këtë hap publikisht. Nga tullac në një log të ri. Ky ndryshim pritet të sjellë një version të ri të moderatorit shumë të dashur për publikun. Dhe nëse diçka është e sigurt, Alaudin Hamiti di gjithmonë si të mbajë vëmendjen. Sepse ndonjëherë ndryshimet më të mëdha fillojnë pikërisht nga vetja.